Mbrëma miq të emisionit Mirëqenie, mirë se keni ardhur në program. Ju e dini tashmë që jemi çdo të martë në orën 18:25 minuta këtu në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar, duke trajtuar në mënyrë të thelluar tema të rëndësishme sociale që na prekin të gjithëve. E pikërisht sot do të ndalemi tek një grup moshe e cila shpesh flitet për kujtimet, por rrallë për potencialin. Ata që në fakt kanë dhënë për vite me radhë për sa e sa breza, për familjen, për shoqërinë. Por çfarë ndodh pas asaj që ne e quajmë moshë pensionit? A është kjo një periudhë ndryshimi apo një fazë e re për të eksperimentuar? A duhet jetë mirëqenia e të moshuarve tanë një mënyrë për të dëgjuar ata, jo vetëm për të kujdesur në vlera afatgjata, por për të qenë sa më pranë tyre duke u shprehur dashurinë dhe respektin që kemi për ta. Por për këto do të flasim me të ftuarit tanë. Në intervistën e parë kam zonjën Mira Pyrdeni, e cila është një zë i fuqishëm në mbrojtjen e të drejtave të moshuarve. Ndjekim bashkë intervistën me ta. Zonja Pyrdeni, faleminderit që jeni në emisionin Mirëqenie në Radio Televizionit Shqiptar. Ju përgëzoj një ratë parë për temën e emisionit që keni zgjedhur, po sigurisht Televizioni Shqiptar edhe për mua është një nder, sepse është një histori e Shqipërisë, por njëkohësisht ju kam dhe fëmijë dhe neve të moshuarit i respektojmë shumë komunitetin. Ju si e mendoni, cili është shërbimi më i mirë që i bën shoqërisë një person i cili është në moshë pensioni, por që është aktiv në punë? Në radhë parë njëri jep modelin rinis, sepse ti nëse shikon ca prindër që do ta shuh, pse do paguash pensione kur ti do ka ta ndisesh ashtu. Kështu që jep modelin, jep përvojën, jep eksperiencën. Unë jam e befasuar, si thuash, kur ndeshem me shoqatën e grave të biznesit, dhe si thos Flutra Xhabia që gratë e moshuara kanë lindur me profesion në duar, sepse ai dinte të bënte byrek, qofte, qëndisma, gjërat e jetës që i do jeta çdo ditë, shitjen e vërësirave, klarim çfarë, dhe që janë të panjohura në ekonominë kombëtare, por që janë më të rëndësishme se sa biznesi i madh. Aty kam kuptuar se sa e rëndësishme është që ato punësuan përveç vetes tyre, se ato mbetën pa punë pas 9 vjetës, punësuan familjen, punësuan dhe komunitetin. Dhe ju mendoni që duhet të jenë aktiv, por edhe të punojnë, apo nevoja e tyre ekonomike është më e madhe ajo që dikton aktivitetin e tyre? Ju keni pasur një raport para një 2 vjetësh të Këshillit Evropës që tregonte se si në Shqipëri më shumë punojnë të moshuarit dhe të varfrit. Kur pash atë raport u preka, sepse në fakt në komunitetin tim, në farifisin tim, në marrëdhëniet që kam unë e shoh çdo ditë këtë gjë, po s'mund të bëj një studim kombëtar se sa punojnë të moshuarit. Edhe kam parë që vërtet ato bëjnë punë të jashtëzakonshme. Edhe po flitet sot në botë për ekonominë e gjelbër, për kontributin që japin familje me mirëritjen e fëmijëve, me shërbimin për të moshuarit të smur, jo vetëm për të ashtu, po dhe brenda komunitetit. Se unë këtë gjë e kam parë gjatë koronës, se çfarë bënte? Si shteti, me as ministria, kot thoshin, me ministri shëndetësisë e njëri tjetër. Me njëri tjetër njerëzit i zgjidhin problemet. Familja ishte një element shumë i rëndësishëm. Ju mendoni që gjyshe duhet kontribuojnë edhe ata për nipër dhe mbesa? Shiko, nuk është e kollajshme të thuash se duhet të kontribuojnë. Duhet krijuar dhe një mundësi që ato të mund të kontribuojnë. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë që neve ato janë një faktor shumë i rëndësishëm për familjen, komunitetin dhe shoqërinë. Por që duhet të krijosh disa mundësi. Nëse më përpara neve historikisht e kishim familjen si një bazë mbështetëse sociale, sot jeta moderne ka shkatruar këtë strukturë dhe ti duhet ndërtosh mekanizma për te familjes që ta mbash këtë gjeneratën, kulturën, sjelljen. Unë larg dje bile kam nxjerrë në LinkedIn një shkrim që ishte vërsulur një mjek i famshëm, OKB-s, se çfarë bëjnë me këtë emigracionin dhe çfarë pasojë i sollën botës. Se s'është e mundur që ti një trup si unë që jam lindur në Shqipëri, shkoj të rrit tashin në Polën e Veriut. S'është e mundur, nuk përshtates as me kulturën, as me shëndetin, as me gjërat. Dhe sigurisht që këto nuk kanë qenë gjërat mira. Kemi një socializim, një afrimitet. Absolutisht jo, sepse unë jetoj prej 51 vjetësh në të njëjtin komunitet dhe jetoj në një shtëpi me vullnetare që ka bërë bashkëshorti im, i cili ka qenë një personalitet i paleontologjisë në nivel ndërkombëtar, dhe atëherë s'kishin as doreza që të punonin, dhe kur dinin nga puna punonin me orë të tëra, dhe është gjithë zona me vullnetare, ku janë artistët Besim Zekti e këto, dhe aty është një pallat me 100% moshuar. Këto pallatet e tjera i bujqësisë, të cilët ndërtuan parkun vullnetarisht dhe që u prish para 2 vjetësh nga Bashkia Tiranë, nga ekspertët që më kanë tronditur ku kanë para të foto madhështore ekspertësh që se dim se çfarë bëjnë, që nuk na kanë prekur asnjë fije
në jetën tonë. As një fije peri, më një të vogël të paktën themi që këtë na e bën. Në lidhjen tuaj, se ju thatë është një pallat i gjithi që ka të moshuar. Po, 100%. Ata jetojnë në shtëpitë e tyre, nuk kanë zgjedhur që të shkojnë për azile apo në për qendra komunitare. Aty ku janë, socializohen, kanë aktivitet. S'mund të shkojnë në azil sepse kanë 230.000 lekë pensionin. Ke cili azil? Sa azile? 5 azile të shtetit kanë mbetur dhe ato janë shumë të kufizuara dhe atje duhet të kesh 100.000 që tyr se s'mund të shkollaj. Kurse të tjerët si mund të paguajnë azilet? Mos kujto se vuajnë shumë. Kam parë dritat, si poçat e kohës e verit që i themi ne me të bën sikur rinë në shtëpi. Errësirë plot, po pakës dritë. Po pse pra, pse kemi këtë mungesë? Nuk e kemi ende informacionin që kjo kategori si bota që ka nesër shumë më përpara në këtë organizimin për këtë moshë. U bë një plan ndërkombëtar për moshimin në 2002, ku e ka firmosur qeveria dhe është deklaratë politike, e firmosur nga qeveria dhe presidenti shqiptar në Asamblenë e dytë botërore të moshimit në Madrid 2002. Dhe ky plan nuk ishte i njohur. Ka qenë një punë personale imja për ta përkthyer, për ta shpërndar dhe për ta bërë të njohur planin. Dhe atëherë prandaj Temnora ishte kryetare e komunitetit, vuri gjithë agjencitë e shtetit për ta njohur planin. Dhe përsëri ato nuk e njohin. Ta kanë dhënë strukturën se si duhet veproshti në një botë që po moshohet. Dhe megjithatë, sot ka një vështrim komplet tjetër. Sepse nëse gjerë tash i quhej aging society, një shoqëri e moshuar, tash i quhet longevity society, është revolucioni i dytë i jetëgjatësisë. Në këtë revolucion të jetëgjatësisë nuk ka më rëndësi se je re apo je vjetër. Sa i shëndetshëm je, sa i angazhuar je dhe sa produktiv je. Bile më për qeshur në herë se shohim këto martesat me diferenca, se gratë tash janë për të fuqishme, më përpara i merreshin burrat. Gratë 30 si deshin ata. Sot janë gratë ato që i përzjedhin burrat më të ri se vetën. Si janë të fuqishme, janë pavarura dhe nuk është çështje më është e kuptimit që keti me personin. Më ka bërë përshtypje para sa ditësh ishim në televizion ku një çift moshuar ishin shumë të dëmtuar dhe edhe pse përfitonin nga ligji bashkia prap nuk a jepte dhe ato ishin nga fshati Shullazi i Kurbinit dhe ai ishte 85 vjeç dhe ajo 81 vjeç. Sa i kishte vdekur djali dhe ishte në demencë plot. Dhe ai kudo që shkonte në televizion erdhi me të. Shkoi në bashkitha, atje ta gjeta 2 policë dera dhe unë i pyes, nuk vlen më futa. Ma burg është këtu apo bashkia tash? Me çfarë flasun? Edhe unë tash për shaka i them ti do ka shumë Lizën se Liza është e bukur. Dhe ai tha ftyrën ta ka dhënë Zoti tha. Kuptimi të bën bukur. Edhe këtë desha të thosha që sot jetëgjatësia ka krijuar kuptime të tjera, qëllime të tjera për jetën. Nuk mund të jesh kështu, fiasko me një PR bosh, gjithkohon dhe kujton se ç'a thu. Mira, po kjo dalja në profesion, ti mund të jesh në moshën më të mirë aktive pra, sepse përderisa kjo gjë nuk ka moshë, a është drastike ajo, duhet jetë pak më integruar për këtë person që të nga një person shumë aktiv direkt në profesion. Në 2004 ndërtova një qendër ditore me vullnetarizmin e grave. Biletin ka kurti solli qylymin një rrugis, s'kan qenë ato rrugisa që vinin dhe i sop poshtë me kryqa që i bënin, dikush finxhanet, unë solla zyrat, bëm një qendër ditore komuniteti për gjitha moshat. Pse, se shumë interesante kur gjyshja vjen dhe me nipin. Dhe nipi jot nuk shef vetëm gjyshën e vet kaq të mençur ose kaq budallaqe, po shef dhe gjyshe të tjera dhe ka një mundësi unike për zhvillim shoqëror. Ti fillon krijon koncepte të tjera dhe nuk shef vetëm konceptet e grupit tënd të fëmijëve. Po shef dhe koncepte tjera. Dhe kjo është ajo që deshim neve të jepnin si mesazh nëpërmjet qendrës ditore, që neve kemi nevojë për bashkëpunime dhe në mënyrë që dhe kultura dhe edukata dhe kujdesi për të moshuar, kujdesi për një tjetër më të smur, pse më përpara gjithë silleshim me mirësjellje. Tash i shef tjetër në stres ai. Ti nuk e di që është stres, nuk pa edukat, ai shkreti sikur ka kokën, ne qym pa edukat. Ndërkohë edhe të moshuari son, paktën sipas instat që është në rritje edhe depresioni, ankthi. Sepse ti s'ke. Unë isha në Gjenev tashti dhe gjithë shtetet bëjnë një raport se do të bëhet konventa e të moshuarve. Dhe shteti jonë kishte bërë një raport, unë nuk e di raportin, po ma dërgojnë ndërkombëtar dhe shoh raportin. Do të thënë atje kishte që do bëjë një plan kombëtar për shëndetin mendor, si ta bëj shëndetin mendor. Dhe s'kishte asgjë se si ti mbajt moshuarit aktiv. Se çfarë kërkon kjo? Kërkon të bërë digjë ti janë shumë kurioz. Kishte 74 drejtorinë në Bashkinë e Tiranës dhe 10 kishin një 10 tjera, e kanë nxjerrë Rezarta Çavusha, se unë s'kam bërë studim, dhe nuk kishte një drejtori për moshimin. Nuk ka një buxhet, më 0,01%.
Po nuk e di, nuk kanë informacion, sepse në fakt instat po flet edhe po bjen këmbanas që shumë shpesh Shqipëria do të ketë një moshim shumë të madh. Është që tani e nxori OKB-ja. E nxori raportin para 2 vjetësh Shqipëria në top listën e plagës globale. Po, se kemi qenë në Europë në dardhën nuk gjet asnjë të ri. Vetëm 2 plej, dhe kudo që shkosh vetëm plej. Vetëm tu shef sa ashtu. Po vetëm një gjë po bën përshtypje. Ato familje që kanë qenë familje, se un kam jetoj në një pallat. Shoh se si kujdesen për të moshëforit e tyre. Nifrit. Student të shkëlqyer. Edhe student të shkëlqyer jo me para, po student të vërtet. Kujdesen. I thot vllai motrës, familja Terziu kështu. Thot vllai motrës që do flej unë me nonën, jo ti. Se janë familje Tiranës me tradit. Sepse ti nuk e dëgjon nonën kur nona çohet me shku në tualet. Dhe ai nën do të çohet ta peshoj të, unë do me thënë, manitem një për qarë kërë shikoj. Ti alë zakonshëm, po që punojnë, përveç punës, përveç shkollës janë dhe punëtorë, dhe po ashtu din ta mbështesin familjen. Ama janë dhe prindër. Janë dhe prindër, sepse unë nuk kam parë prindër, që për çdo gjë do vështronë gjyshja, që sot ajo nuk lëviz, shkolla jonë është 100 metra. Do ta çonte, do ta binte, se ishte një kohë e vështirë për fëmijët. Edhe aq më tepër kur është një vajzë e bukur, një djalë i shëndetshëm. Tash djemt janë në rrezik, për një djalë i shëndetshëm. Ato gjatë gjithë kohës i kishin fëmijët në kontroll. Modele shumë të mira, pra që nga të dy anët pastaj ka. Jo, mirë, unë manitemi. Them o Zot, shqyr që ekzistojnë këto modele. Dhe nuk i njohim këto modele. Njohim modele një PR i shëmtuar dhe kujtojnë se kush janë. Jo, ende në Shqipëri në fakt është ruajtur tradita e brezave. Megjithatë për këta të rinj që jemi këtu, a keni ju një mesazh se shumë shpejt ne do të jemi brezi i 2, i 3, do të moshohemi. Dhe me këtë që po ecëm me një ritëm shumë të shpejt, a duhet përgatitemi ne që mos gjendemi para asaj që brezi juaj u gjen? Shoqëria e gjatësisë po kërkon pikërisht këtë. Që edhe për shëndetin do të ketë një mënyrë tjetër. Ja, unë për shembull jam e futur në celularin tim që mas peshën, kockën, hidratimin, këto i ka, ashtu dhe ti merr një informacion më kollaj. Po ti nuk mund t'ja lësh të informacion një njeriu që s'ka dhe bukë të haj. Në qartë. Se unë këtë mbështetje nuk e kam nga pensioni im 230.000 lekë. Kam 2 djemë që më kanë dhënë fuqi, se s'do isha sot këtu. Që fatkeqësisht ende fëmijët po i mbajnë. Fuqi, pa ato dhe unë në jeri them djalit, mraft fika, ju lodha. Merreni me mua. Dhe ai thotë që mami thotë ky investim që bëjte këty është se ti dita përdorësh të investim, se mund ta bëj dhe të mos shkoj kot, po je ti e tillë që do. Unë jam kurioze, dhe pse jam 80 vjeç, jam kurioze, akoma lexoj shumë, kam informacion të përzgjedhur, nuk lexoj dot çdo gjë. Edhe e dini ju se më do që të çaj. Po flisë një djalë i ri moj, 38 vjeç, me një fëmijë të vogël, vajta tha me vajzën amerikane, vajta me vajzën në kopështa dhe atje tha mua afrua prindi një shoqës ashtu dhe filloi të flisë për politikën. Për herë të parë tha u bëra agresiv tha. Nuk desha ta dëgjoj. Jetë rini afër ndërtuesve thonë. Jo pranë folësve. Sepse ndërtuesit e kanë shumë të veçantë foljen, e kanë tek në tek. Nuk mundet të dëgjosh pralla nga mëngjesi ndar. Përderisa unë nuk prekin jetën time. Kështu që ne duhet bëhemi zotët vetë dhe bota drejt saj po shkon. Ka me qindra të rinj që as duhet t'ja ditë se ka shtete, ka taksa. I bën gjërat vetë as duhet me ja ditë. Dhe shqyr që kemi një stres të tillë të jashtëzakonshëm. Duke sikur brezi i ri fajson pak a shumë për prindrit që janë marrë gjithkohës me politikën ose që kanë bërë thjesht si përditshmërinë e Po tyre. një pjesë janë ato, janë të njëjtët njerëz që ishin atëherë, janë tash. A ka ndoshta një thirrje nga ana juaj për të pasur një mirëqenie shëndetësore, psikologjike, fizike? Për sa kohë pushteti lokal është në një mjerim total dhe nuk punon me komunitetet, ti le të bësh sa dush reklama dhe PR, askush nuk t'i beson më. Askush nuk t'i beson. Ai kujton se besoj. Ato nëse fitojnë në gjë, fitojnë me dhunë, nuk është se e kanë një pushtet falso. Se normalisht si ka mundësi ti të mos ndjesh gëzim? Unë shkoj në herë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe shoh 30 vjet të njëjtët persona. Kam bërë një strategji që kam qenë iniciatore dhe është e botuar. Bën dhe një të dytë, tash po bëjnë të tretën. Dhe këto mbështeten dhe nga organizma ndërkombëtare që na hiqin këtu siç janë. Dhe këto e pranojnë, sepse ato kanë të drejtë se këto i kërkojnë gjërat. Dinamika e fuqisë i bën ata që ato të na tregojnë se çfarë është suksesi dhe çfarë duhet bëjmë. Ndërkohë që nuk lën hapësirë për mënyra të reja kreative, si thosh ti, hapësirë për gjëra të reja, për mbështetje të reja që ka nevojë shoqëria. Nuk ka asgjë. Së fund me diçka më personale, mund na tregosh se si e kalon ditën? Dita ime është në radhë parë unë ndihem pothuajse e lumtur kur unë lexoj.
Leximi për mua është një nga gjërat më kreative dhe më frymëzuese, sepse nuk do të dish, për shembull, unë këto ditë kam lexuar për inteligjencën e ekzekutimit. Por janë burra të ri, kështu si regjizori jot, si këto kameramante tu i paska, dhe janë të ri dhe flasin për inteligjencë, ha rëndësi ka inteligjenca e ekzekutimit. Dhe si duhet t'i trajnojmë këto njerëz që të dinë se ç'është inteligjenca e ekzekutimit. E gjithë bota shedhën në komunitetet. Dhe në këtë moment, sapo ka ardhur dhe mesazhe që janë ngritur grandmothers e gjithë botës, ato duan të bëhen udhëheqëse sepse eksperiencat e tyre janë dobishme. Ti nuk mund të dalësh nga asgjëja dhe të bësh mua mesazh, se unë i kam prekur gjërat. Falenderoj shumë dhe ju uroj shumë frymëzim në punën tuaj. Faleminderit dhe juve. Në një botë që po shkon drejt moshimit, çfarë duhet bëjmë ne? Cilat janë sfidat që karakterizojnë këtë grup mosh? Cila është mënyra se si ata të jetojnë me energji, me aktivitet fizik edhe mendor? Në këtë intervistë të dytë kam folur me doktor Alban Yllin, i cili është specialisti i SHP-s, por edhe një studiues i mirë i mirëqenies sociale, doktorë të moshuarve. Ndjekim bashkë intervistën. Doktor Ylli, faleminderit që jeni në emisionin Mirëqenia. Faleminderit për ftesën. Pyetja e parë që më vjen natyrshëm është se çfarë po ndodh me moshimin e popullsisë. Pse kjo dukuri dhe se sa jemi të përgatitur ne si shoqëri shqiptare, se është një fenomen global, por në Shqipëri sa jemi ne gati për këtë. Atëherë është vërtet është një dukuri e jashtëzakonshme që po ndodh për herë të parë me njerëzimin, pra që nga periudha që nuk mbahen mend, që është bërë mundur të regjistrohen lindjet, vdekjet, mosha mesatare të tjerë me radhë, është një fazë që i ngjan një dere që po hapet dhe nuk e dim se çfarë ka mbas saj. Po ndodh moshimi i pandalshëm i shoqërive njerëzore. Është një moshim që ka ndodhur fillimisht në vendet më të pasura, që u urbanizuan më shpejt, industrializuan më shpejt, dhe po ndodh edhe në vendet si Shqipëria. Ne po moshojmë shpejt, dhe ndoshta pak më shpejt se të tjerët, ne duhet të transformohemi me shpejtësi për t'u adaptuar, për ta kuptuar. Ka përshtypjen se po flasin gjithmonë më tepër në Shqipëri, unë dëgjoj tashmë sociologët, gazetarët, politikanët që përmendin po flitet në fakt, por sa ka veprime konkrete, se këtu është problemi. Fillimisht do doja ndaloja edhe pak lidhur me faktin nëse ky moshim është vetëm i keq apo mund të jetë i mirë. Se mund të jetë edhe i mirë? Po pse jo? Pse ta shohim këtë ndryshim dramatik të jashtëzakonshëm të moshës mesatare të popullsisë, të profilit moshor të popullsisë, vetëm si një dramë. Ka disa elemente jo të mira, ka disa sfida, disa kriza, por mos harrojmë çështjen e moshës mesatare, jetëgjatësinë mesatare. Është rritur në fakt? E cila po rritet. Me përjashtim periudhës së krizës Covidit, kur gjithë botën pati një rënje, pra u humën rreth 2 vite nga jetëgjatësia mesatare, ajo është rikthyer menjëherë, dhe ne po vazhdojmë po rritemi. Pra, po bëhet normale, fare normale, që personat edhe në Shqipëri të jetojnë deri 80 vjeç. Femrat parat, pastaj edhe meshkujt. Femrat e kanë arritur 80 vjeç. Dhe 80 vjeç është një jetëgjatësi shumë e madhe. Mos harrojmë që ka ende vende në Afrikën subsahariane ku mosha jetëgjatësia mesatare nuk e kalon 70 vjeç, nuk e kalon edhe 65 vjeç. Ka disa sinjale pozitive nga puna, nga kërkimet e biologjik, që ndoshta në 50 vjet, 100 vjet e arshëm mund t'ja dalim ban edhe të thym disa bariera që ndodhen në gjenet tona. Jetëgjatësia mesatare për t'u arritur në botë nuk mund të jetë ende më lart se 90 vjeç. Pra mesatare, njerëzit mund të jetojnë 125, individ veçantë, por si mesatare popullatës, 90 vjeç duhet të jetë targeti i arsyeshëm në një të ardhme të parashikueshme. Një tregues shumë i mirë në fakt. Mund të arrijnë disa vende në periudhën që ne do të jemi gjallë, besoj në dekadat e ardhshme, ndoshta me inxhinierisë gjenetike, mund të ndryhojmë në qelizë, te transformimi qelizor, tek ato telomeret që bllokojnë zgjatjen pafundësisht të jetës njerëzore, pra duket se në gjenet tona janë disa orë biologjike të cilat tregojnë se sa mund të jetojmë.
mund të ndërhyjet ato dhe mundet të jetojë më gjatë. Pra ky është një gjë e mirë. Pra një gjë shumë pozitive, ne mund të ndërhyjmë në këtë, por a mund të gjë ndoshta pak më e lehtë për të ndërhyrë që të mos kemi këtë rrjedhjen celebrale të rinjve? Të gjitha vendet e Europës Lindore kanë humbur popullsi. Por një problem tjetër që e has gjithë bota është çështja e fertilitetit. Ne po lindim më pak fëmijë dhe që ne të zëvendësojmë popullatën ekzistuese duhet të marrim një fertilitet 2.1. Pra 2.1 është treguesi që thuhet një popullat e shëndetshme që mund të vazhdojë të ekzistojë mas 100 vjetësh, mas 200 vjetësh. Se ndryshe një popullat që nuk riprodhohet në mënyrë të mjaftueshme, do të shkojë jo vetëm drejt plakjes, por mund të shkojë drejt zhdukjes. Pra kjo është ajo situata që quhet makro, konteksti i përgjithshëm, që shpjegon edhe shumë probleme të moshimit që mund të diskutojmë sot. Nëse kalojmë në nivel mikro, pastaj flasim për nevojat emergjente që kanë të moshuarit sot. Së pari dua të them që moshimi nuk është smundje, nuk konsiderohet smundje. Pra moshimi mund të jetë i shëndetshëm. Ne mund të jetojmë në mënyrë të shëndetshme deri 80 vjeç apo 90 vjeç apo deri 100 vjeç. Megjithatë, risku për të qenë i smur dhe me paaftësi të veçanta gjatë moshimit rritet shumë. Dhe me sa duket, kjo është e pashmangshme për një përqindje të caktuar. Po pse ndodh kjo? Nuk jemi në aktiv, shohim të moshuar ndoshta jashtë se ju i përmendët disa vende që janë modele, aty punojnë deri vonë, kanë një aktivitet shumë më të madh, ndoshta panorama është pak më pozitive. Ka disa elemente biologjike që ka të bëjë me akumulimin e ekspozimit, stresit, që kanë të moshuarit që kanë kudo. Pra një prirje në të gjithë botën, dhe në Europë, dhe në Kanada, dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe në Shqipëri, për të pasur një risk më të madh, për të pasur smundje fizike, smundje mendore dhe paaftësi. Por mund më është dashur shumë për ta kuptuar këtë, sepse shpesh kemi besuar se një popullat që rritet në fshat, me jetesë më të shëndetshme, me ajër pastër, mendoj që është më shëndetshme. Jo, nuk është kështu. Një popullat me kushte socio-ekonomike më të ulta, më të rënda, është e prirur të sëmuret më shumë dhe të ketë më shumë paaftësi. Dhe kemi fakte tashmë, dhe kemi fakte shkencore edhe nga Shqipëria. Kemi publikuar studimet kryera në Tiranë, kemi ndjekur kohortat moshuarish, i kemi krahasuar me Kanadan, i kemi krahasuar me Brazilin, me vende tjera me të ardhura të mesme, ka një prirje për të pasur më shumë depresion. Se ne kemi thënë depresioni i intelektualëve, se kanë stres, kanë halle, janë ndërgjegjshëm për ekzistencën. Jo, në fshat do të gjeni më shumë se sa në qytet. Në fshat do të gjeni më shumë paaftësi, mobilitet. Ne themi jeta në fshat është si thua më mobile. Jo, atje ka më shumë paaftësi dhe e provoj censusi i fundit. Për sa kohë që Shqipëria zhvillohet, rritet GDP-ja ose të ardhurat për frym, rriten pensionet, rritet arsimimi, me gjas do të mund të atë kurri më shumë sëmundshmërinë. Termi të kurrjes së mundshmërisë është një term universal që përdoret kudo në botë, në mjekësinë, geriatri dhe në fusha tjera, që ka të bëjë me fillimin e sëmundjes sa më afër vdekjes. Pra, sa më larg fillon sëmundja me vdekjen, aq më keqesh. Pra, ne kalojmë 20, 25%, 30% mundodhin në Shqipëri, po e sigurt që vëndën përndimosh 20% të jetës tonë me sëmundje. Ju folët për rrethet qytete të tjera, por që Tirana ndoshta kujdesin e ka më të lartë. Është edhe kjo një arsye që këtu, si shtatë edhe ju është më mirë. Është e mundur një person i arsimuar, një person që ka lidhje sociale, se edhe kjo vetmia, lidhje sociale janë të rëndësishme. Padyshim, si shtoni ju, në qytetet mëdha, në Tiranë, ka më shumë mundësi për të marrë shërbime, ka më shumë mundësi për ndihmë. Qofse ngelesh diku i izoluar në një cep të Republikës, shanset janë më të ulta për të marrë shërbime, shanset janë më të larta për të qenë i vetmuar, për të vujtur në heshtje. Pra edhe vetmia, pra depresioni, lidhjet sociale janë të rëndësishme. Lidhjet sociale të kesh dikë që të flasësh telefon me atë, dhe ne kemi parë që vetmia po rritet në Shqipëri. Pra nëse paaftësitë në dy censuset që janë matur për herë të parë në Shqipëri, ka një përmirësim të gjashta paaftësitë që janë matur, pra nga mobiliteti tek aftësia për të kujdesur për veten, shikimi, dëgjimi, skleroza, kujtesa etj. Me radhë, të gjitha kanë pasur përmirësim në 2%, vetmia qartazi po rritet. Edhe studimet e vogla që kemi bërë ne, por edhe censusi që është bërë gjithë popullatën, dëshmon që kemi gjithmonë më shumë persona të moshuar që jetojnë vetëm. Këta janë në risk më të lartë, ne i quajmë ta vulnerabël. Në mos gaboj, aty përmendeshin që të moshuarit në përgjithësi nuk ishin shumë aktiv. Kishin një tërheqje mbrapa, pastaj për stilit po. Stili jetesës ndikon shumë, edhe është në kontrollin tonë. Ndikon shumë tek smundjet fizike, psiqike, te ato që quhen aftësitë për jetën e përditshme, ndikon edhe ke vdekja. Domethënë një person ka një prirje më të madhe për të vdekur në mënyrë të parakoshme nëse është obez, është sedentar, pi duhan,
abuzon me alkoolin, dhe pastaj mund vazhdojmë, ka probleme me gjumin, ka një depresion të pa kontrolluar, të pa trajtuar, atë çështjen e arsimimit, e kemi në kontroll, nuk i ka kontrolluar mirë shikimin dhe dëgjimin, shqisa, është provuar që shikimi, dëgjimi, ushqyerja, lëvizja, rrjetet sociale janë faktor risku për demencat. Flasim për Alzheimer, kemi filluar të flasim, por shumë pak në vendet perëndimore. Këtu kemi problem shumë të madh, thonë atë duhet në Shqipëri që të kemi kujdes. Po flasim, ende nuk ka asnjë shoqat, nuk njoh asnjë shoqat në Shqipëri që të merret me Alzheimerin, me demencat. Po flasim në të moshuarit, ata nuk i kuptojnë termin as demenca as Alzheimer, ata flasin për sklerozën. Po, në gjuhë popullore. Po, që nuk kupton harresën, që nuk është vetëm harresa, është aftësia për të njohur gjërat dhe problemi i madh me cilësinë e jetës në këtë grup, që fatmirësisht është i vogël, është ende i vogël, por rritet dhe fillon dhe shkakton kriza të forta në familje, që do shndërrohen edhe në kriza me ngjyrime sociale dhe politike, sepse di plot raste të emigrantëve shqiptar që përpiqen të marrin shtetësinë në vendet e pasura ku ata shkojnë, duke përdorur argumentin që për personat me demencë apo me Alzheimer, që ata kanë në ngarkim, si për shembull prindërit e tyre, nëna e tyre, në Shqipëri nuk ka shërbime të mira të mjaftueshme. Duhet ta pranojmë që në Shqipëri nuk mungojnë shërbimet, por Shqipëria është ende e papërgatitur për të marrë seriozisht me këto probleme. Shqipëria ka shërbime të shkëlqyera për fëmijët, ndërsa për të moshuarit po ndërtohen, po ecet, jemi duke u reformuar në kujdesin parësor, po rekrutojmë punonjës social, psikologë etj. Me radhë, por qendrat kujdesit afatgjat, ato që në anglisht quhen nursing homes për persone me nevoja të veçanta, ne në Shqipëri nuk kemi, janë vetëm privat. Duhet parandalojmë, do të merrem me gjithë moshuarit vulnerabël, por barra e personave zakonisht moshuar, për të moshuar, pothuajse 99% të rasteve flasin për të moshuar, sepse mund të ketë personat moshave të tjera, ç'është moshimi, 65 vjeç etj. Me radhë. Pra, bëjmë fjalë për personat moshuar, ka nevojë të zgjidhet edhe me investime në këtë që quhet kujdesi afatgjat për persona që kanë humbur aftësitë për kujdesin, për jetën e përditshme. Përveç politikave, vetë moshuarit, a keni ju një mesazh për ta se çfarë duhet bëjnë për veten e tyre? Patjetër. Pra, e filluam këtë intervistë duke folur për pesimizmin dhe optimizmin. Unë nuk kam asnjë dyshim që optimizmi duhet na karakterizoj. Jam i bindur që shoqëritë e gjejnë zgjidhjen, adaptohen, qoftë nga pikpamja biologjike, qoftë nga pikpamja sociale. Një kategori është e lidhur me individët vet, jeta e shëndetshme, që të rinj, mesazhi është për të moshuarit, por s'do ta harrojnë të rinjt, unë shoh që të rinjt po i kthehen pak mbrapa mbas pandemisë lidhur me duanpirjen. Obeziteti është bërë një problem në Shqipëri, një faktor risku për demencat, për shëndetin e keq në moshë të shtyr. Duhet jemi më të ndërgjegjshëm për problemet tona, për të studiuar mbi nivelet e riskut personal, mbi përdorimin e shërbimeve të me radhë. Është detyra jonë, është detyra e shtetit publik të prodhojmë sa më shumë materiale në shqip, sepse duhet ta pranojmë në shqip ka pak materiale, janë anglisht, moshuarit e përdorin më pak anglishten, por të moshuarit do të fillojnë të përdorin internetin. Ne do të komunikojmë më shumë me ta me 10 smundje, faktorët e riskut, mënyra si menaxhohet smundje, pra ata mund të bëhen më të fuqishëm për të kontrolluar këtë problem. Përmes informacionit. Përmes informacionit personal dhe aktiviteti fizik padyshim, personat do të jenë më aktive për punë për shembull. Ndoshta ne nuk e ndërpresim, nuk e zgjasim. Pensioni nuk duhet të jetë një moment si prerje me fik në jetën e individit. Shumë prej personave që po dalin në pension e kanë një traumë të parezistueshme dhe ndryshimi i shëndetit të tyre është i menjëhershëm. Erdhi dita, del në pension, ndryshon më njëherë. E para, vetë personat duhet të jenë të përgatitur për këtë moment, por pse jo, edhe punëdhënësit, publik ose privat, duhet të ndihmojnë personin në mënyrë graduale të dalin nga tregu i punës, atëherë kur ai e mendon se është e natyrshme dhe mund ta përballojë pensionin. Mesazhi i referuar Organizatës Botërore të Shëndetësisë është: një person duhet punojë sipas mundësisë dhe nevojave. Njerëzit duhet mbështeten në mënyrë gradual, këtë një tranzicion për daljen në pension. Ju e kapët shumë drejt, trojët më vëmendjen, mund t'ju garantoj që pensioni i parakohshëm, i pakujdesshëm, mund të shkaktoj probleme lidhur me sëmundjen dhe me aftësitë, të cilat janë një barë për shoqërinë, janë një barë për shoqërinë, janë kosto. Ka edhe një element tjetër jo të parëndësishëm,
lidhur me kujdesin nga familja, pra do duhet ta pranojmë faktin që Shqipëria do të ketë burime të kufizuar në të ardhmen për të ofruar të njëjtën cilësi shërbimi si vendet shumë të pasura. Fatmirësisht, ne kemi lidhje të forta sociale. Ne kemi lidhje të forta mes kushurive, familjeve, fëmijëve, etj. Ne flasim. Po bëj një shembull pak banal, nuk kemi si gjermanët për shembull që nuk i flasin fëmijët, por ndërkohë respektojnë ligjin si robot. Dhe ne i respektojmë atë për këtë, atë janë të shkëlqyer, sikur ta respektojnë edhe ligjin si ata. Por ne kemi këtë pikë të fortë që trashëgojmë nga e kaluar. Nuk do të shkatrojmë këtë. Nuk do të shkojmë ke familja me 2 persona, me 1 person e tjera. Pra duhet ta marrim familjen në mënyrë që barra të mos ngjelet pa zot. Kështu që një pjesë duhet ta vendosim ke familja, vetëm se shoqëria nuk mund lajduar, duhet mbështesi familjet, duhet mbështesi kujdestarët informal, duhet dim ku janë këto persona me demenca, persona që nuk ngrihen dot nga krevati, që nuk shkojnë dot në banjë. Kush merret me këta? Cili ka nevojë më shumë? Dhe kur vjen puna që bashkia ndihmon qytetin, qytetarët, këto ti quaj qytetarë dalluar, sepse ata japin një mbështetje të rëndësishme, kontribut të rëndësishëm. Me të moshuarit mund të marrësh mbrapsh më shumë se çe. Me të janë kujtesa e një fondi. Ju falenderoj shumë doktor që ishit në emision. Faleminderit ju. Pra moshimi nuk është vetëm një sfidë, por edhe një mundësi për të reflektuar, sepse siç ka thënë edhe Papa Francesku, pleqëria është koha për të dhënë fryte dhe jo për të tërhequr. Faleminderit që keni qëndruar me programin Mirëqenie këtu në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Takohemi sërish të martën tjetër, deri atëherë, mirupafshim.